Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët sërish në radar, këtu në Pa Filtra, dhe sigurisht si gjithmonë mua më prek një emocion, më përshtjellon një gëzim, një entuziazëm gjithmonë sa herë që kam të ftuar personazhe që i përkatësin patjetër dhe pa diskutim botës së spektaklit, botës së medias, botës së televizionit, por konkretisht do ta zbuloj pak më vonë se ku konkretisht. Ajo që dua të cilësoja, të thosha dhe ta bëja me zë të lartë është se në këtë rrugëtim të bukur, bindshëm, guximshëm dhe sfidant është shpirti i një djali, aktor në këtë rast, që ka guxuar patjetër të prek skenën kombëtare, të teatrit kombëtar, por kam dëgjuar lart e poshtë ta themi kështu që ndoshta në një të ardhmen perspektiv ka dëshirë të prek edhe skena ndërkombëtare të aktrimit. Sot me bindje të plotë them që Donald Sheu, mirë se erdhe. Kam kënaqësinë që të ta ndaj këtë podcast me ty, por edhe të uroj më të mirën në këtë rrugëtim të bukur artistik. Do guxosh të ishe në një pozicion të tillë? Do guxoje midis gjithë këtyre hijenave, këtyre situatave që të ngërthejnë ka pas skena ato, do guxoje ta bëj. Jeti luftarak kështu? E para faleminderit për ftesën një herë, edhe përshëndetje për gjithë ata që ju ndjekin ju dhe faleminderit shumë për prezantimin, s'ma kishim bërë ndonjëherë këtë prezantim kaq të bukur. Për të thënë vërtetën, edhe jam shumë i kënaqur që jam në podcastin tuaj Pa Filtra. Më pëlqen shumë edhe Pa titulli. Filtra, jemi kështu rehat komplet dhe Shumë mundohemi që shumë të tregojmë të vërtetat. Ai bëra kështu si gjet shineste. Kurioz jemi për Pyetja gjë. ishte shumë pikante, shumë goditse, po për te të gjithave duhet kuptojmë edhe se ku jetojmë. Unë nga ky parim nisem, pavarësisht se ëndrat ti e the, që patjetër secili nga artistët synon skena ndërkombëtare. E kupton, po çështja është sa janë mundësitë, si janë tregjet, çfarë bashkëpunimesh duhet të ndodhin, po pse jo, kur mos thuaj kur, who knows. Unë kam një shprehje time, who knows, që nuk i dihet asnjëherë, po për momentin unë jam shumë i kënaqur në vendin tonë, në Tiranën tonë, në Shqipërinë tonë, dhe jam i kënaqur me punën që bëj dhe jam i plotësuar çdo ditë të jetës sime për shkak që bëj profesionin që dua dhe kam përshtypjen që çdo njeri që bën profesionin që do, në fund të ditës është i lumtur dhe sigurisht jam unë vi direkt nga provat. Kjo është gjëja më e bukur dhe të futesh në atë botën e provave dhe në botën e shfaqjes është një botë komplet ndryshe, po që besoj do flasim edhe më Nëse do të bëja një retrospektiv, kështu një reminiscencë dhe do të ktheja pas në fillimet, atëherë kur ti e ke nisur rrugtimin tënd. Si kujton? Si ka qenë fillimi? Thonë që është i vështirë, si ka qenë për ty? E kujtoj shpesh në fakt, sepse e kam thënë, është një gjë që mua më ndjek pas kjo pjesa e të filluarit të kësaj pune, karriere, shkollimi, ka ardhur nga një dëshirë imja. Nuk është se kisha ndonjë dëshirë që unë do bëhesha aktor, regjisor, do merresha me art, do bëja teatr, do bëja filma. Kam si gjimnazist kam pasur dhe unë ato dilemat e mia, hajde lëmorët, hajde ikim bëjmë ndonjë gjë, ikim pim kafe, dhe si çdo gjimnazist ti akoma nuk e ke ndar mendjen se ku do të shkosh. Pavarësisht se unë kam pëlqyer shumë filmat shqiptar, filmat shqiptar kanë qenë ajo liria ime. Po, muza e në të pandërgjeshmën time, sepse nuk është se unë kisha ëndër që do bëhesha si ata, po i dija shumë mirë filmat shqiptar. Po thash si gjimnazist nuk e kisha idenë akoma se çfarë do bëhesha. Dhe ka qenë shumë spontane kjo gjë, një dëshirë një të afërmes shumë të ngushtë të familjes sonë që ja sugjeroi prindërve të mi që pse se provoni Donaldin, duket sikur ka një zë shumë të mirë, mund të, ajo ishte një punonjëse në Kjo ka ndodhur në periudhën e gjimnazit. Po, në vitin e dytë për të hedhur në vitin e tretë, dhe ajo ishte punonjëse në Universitetin e Arteve, në pjesën e figurativit, e pikturës e këto. Dhe nuhatja e saj edhe duke qenë pjesë e shkollës atje, dhe ju sugjeroi prindërve të mi, filluan kemi kontaktet e para, u takova me disa njerëz, e vendosa që ta bëj. Dhe filloi ditët e konkursit, disa ditë përpara konkursit, dhe marr një vendim drastik që i them të prindërve nuk do ta bëj. E kam shumë të vështirë, nuk do shkoj,
kishim investuar sigurisht kohë, kishim investuar me njerëz, kishim takuar njerëz që të punonim, sepse sigurisht duhet të takohesh me një profesionist për të dhënë ato këshillat e para, kishim punuar me materialet. Unë si mësoja dot materialet dhe kjo ishte ajo vështirësia ime e parë dhe i thash shtëpisë nuk do ta bëj. Nëse sherr i madh, sigurisht, patjetër mami, babi, motra, edhe arritëm të mbindin dhe e kam thënë gjithmonë këtë që unë jam shumë i lumtur që ato më kanë bindur, sidomos motra ime, sepse ajo ka ngulur shumë. Ndikuar më shumë. Po sigurisht, po jam i lumtur që më kanë bindur sepse nuk e di çfarë do ndodhte me mua nëse s'do kisha vazhduar këtë gjë dhe nuk e di çfarë do ndodhte nëse unë s'do ta prekja këtë botën e artit që shumë njerëz nuk e dinë se çfarë është, po ata që janë brenda e kuptojnë dhe ekziston një në diskursin publik është në fakt një fjali e cila thuhet shpesh që me aktrim edhe nuk jetohet. Sa e pohon dhe sa e mohon ti këtë? Shiko, është vërtet që nuk jetohet nëse ti nuk ke një vend pune. Domethënë unë jam nëse do zhvisheshim komplet nga filtrat. Po si do ishte optika jote? Qasja jote? Jo, nuk jetohet, është vërtet. Po unë gjithmonë bëj një krahasim me zinxhirin. Hallkat e zinxhirit janë të shumta, po problemi është një, po ka disa hallka. Domethënë derisa të arrish te problemi janë disa hallka që ty të shoqërojnë dhe nëse ne kemi kryefjalën që nuk jetohet, pse nuk jetohet? Sepse nuk ka treg, sepse nuk ka mundësi, sepse nuk ka mundësi financiare, sepse nuk ka zgjerim të tregut, pra nuk ka zgjerim të teatrove, nuk ka zgjerim të mundësive. Dhe nëse ti nuk je i punësuar në një institucion artistik, është shumë e vështirë që ti të mbijetosh me projekte. Më thënë sepse mund të bësh një projekt tani, por nuk është e thënë që nesër ty do të marrë dikush tjetër dhe do të thotë hajde te shfaqja ime ose te filmi im. Pra është një gjë që ti je në ajër. Ti nuk e di se çfarë do ndodh. Nëse është ajo fjala neologjizma ose fjala anglisht ne themi freelance, pra ti je freelance edhe punon ku dali, në treg të lirë, por ky tregu i lirë nuk të sjell në fund të muajit ose në fillim të muajit rrogën ty. E kupton, dhe kjo është e rëndësishme apo jo? Po sigurisht, dhe prandaj gjithmonë edhe pedagogët tan, jo me sens negativ kanë përshtypjen, por me një sens ndërgjegjësimi na kanë thënë që ne të punojmë më shumë që nuk jetohet me teatr. Kjo është po ka mundësi, unë nuk jam njëri pesimist, domethënë unë mendoj që sepse unë di veten time, unë di që s'kam pasur asnjë mbështetje, asnjë përkraje që të eci. Unë kam ecur vetëm me këmbët e mia dhe nëse ti do që të punosh, të jepet mundësia, patjetër ja del. Të falenderoj për këtë mesazh sepse realisht është një këshill edhe udhërrëfyes në fakt për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur të rinj, sidomos të cilët e kanë këtë. Të paktën po them tek profesioni im, sepse unë nuk e di se si funksionon në profesionet e tjera, po tek profesioni im të gjithëve është dhe një mundësia. Çështja është se si e merr ti mundësinë dhe se sa e mban atë mundësi. Ti je person që shikon atë gotën gjysmë plotje, gjysmë bosh, kështu që optimist gjithmonë. E ke rëmbyer jo, e ke marr mundësinë të themi. Edhe fjala aftësisë, mënyrës se si je treguar, audicioneve që ke realizuar dhe sot je aktualisht si aktor në teatrin? Në teatrin kombëtar. Po shikoj, edhe fjala rëmbyer nuk është e keqe. Për ti e ke rëmbyer, e ke bërë tënden. Sepse ne kolegët me njëri tjetrin thonë për shembull që vodha nga ai aktor, vodha nga ai regjisor. Por nuk është fjalë e keqe të thuash vodha. Domethënë në kuptimi i parë, okay, por ne flasim për kuptimin e figurshëm, kuptimin e dytë, kuptimin e tretë që ti thua vodha nga ai. Pra i mora një gjë që mund ta përdor. Nuk është se ti bën plagjatur, po ti ke mësuar diçka tek ai dhe vën në praktik në anën tjetër. Dhe po, sinonime me bukur do ishte unë mësova diçka. Ose sa vodha, dhe e praktikova në punën time. Po, është e vërtet, un kam 6 vjet. Në marsin që kaloi jam bërë 6 vjet që un jam pjesë e teatrit kombëtar. Sigurisht me merit, domethënë për te modestis, nuk se pa çka që modestia duhet të jetë, po për te asaj është një gjë që unë e kam merituar, kam investuar, nuk është se unë e kam filluar karrierën time direkt në teatrin kombëtar, unë kam punuar në teatrin eksperimental, kam punuar në teatrin Metropolit, kam punuar në teatrët e rretheve, kam punuar pafund shfaqje fëmijësh në teatrin eksperimental, kam punuar pafund shfaqje adoleshentësh në teatrin eksperimental, kam filluar me shfaqjet e darkës, si ti themi, me shfaqjet për të rritur në teatrin Metropolit dhe kështu ka nisur dhe ka ardhur mundësia që unë kam bërë disa projekte në teatrin kombëtar si jashtëm dhe drejtori i atëhershëm Hervin Çuli
më dha mundësinë që unë të isha Drejtori i pjesë. përgjithshëm i teatrit kombëtar. Po, i aso kohë, po drejtori që ishte në teatrin kombëtar Ervin Çuli më dha mundësinë që të isha pjesë në ato punët e tij, domethënë ato hapësirat që u krijuan. Në gjithë të rrugëtimin, në gjithë të përvojë dhe në gjithë këto sfida që ke kaluar, pyetja ime është, çfarë letre dashurie mund t'i kishe dërguar vetes tënde ose mund t'i kishe shkruar më saktë vetes tënde për të gjitha këto përpjekje që ke realizuar deri tani? Si do të niste ajo, si do të ishte? Sa falenderues do të ishe vetes ti, sa mirënjohës, se në të njëjtën kohë po bëjmë dy paralelizme. Në momenti kur ti doje të hiqe dorë nga një gjë që për ty nga optika jashtme ishte hajt më, se s'kemi ç'a bëjmë, dhe në thellësi të kësaj gjës, ndoshta të thrisë edhe brendia e brendshme dhe mami dhe babi dhe motra ty të viheshin nga pas për të bindur që kjo është rruga jote, ti vazhdove të ndiqe sigurisht mentorët e tu, mendoj që janë mentorët e tu, prindërit e tu, por letra në të gjithë këtë përvojë, eksperiencë që ti ke kaluar, se më rreshtoi disa përpjekjet të tua, si më thon, debutimet e tua në skenë, ke prekur shumë skena njëkohësisht, ke luajtur shumë role njëkohësisht, dhe tani dua të di, si mund ta nisi ti një letër dashurie dedikuar vetes tënde? Se nuk pari shkruajnë vetes tonë, nuk pari i thrasin e vetes tonë për para pasur. Se besoj që i shkruajmë, ose ndoshta edhe mund t'i flasim, po. Si do të niste? Se ditë më të gjej. Sa unë kam qejf shumë të më futesh njerë në atë vibe-in, në energjinë. Ose për shembull ndonjë monolog bën me veten. Tani të lutem, më lër. Si është monologu me veten tënde? Më lër ta gjë. Monologu më i mirë me veten është që mos mendoj që je më i miri. Okej. Se po nise jam më i miri, jam më i miri. Nuk rritesh. Po do shkosh lart, po ku do shkosh, e kupton? Unë mendoj që mirënjohja mund të ishte fjala e duhur ose fjala e parë, le të themi, po jo mirënjohja ndaj vetes. Pra, i dashur Donald, unë duhet të jem mirënjohës. Po. Fakti që më ka ndodhur është Jo duhet të jem mirënjohës, i mirënjohës. I mirënjohës, po jo vetëm vetes. I mirënjohës në mënyrën urdhërore, i mirënjohës. I mirënjohës, mendoj që është fjala ajo pjesa e fjalisë i është e bukur. I mirënjohës për jo vetëm për veten, por për shumë njerëz. Të cilët kanë investuar te ti, duke filluar nga ata njerëzit që të kanë dhënë një ide, duke kaluar tek ata njerëzit që të kanë mbështetur, duke vazhduar te ata njerëzit që të kanë mësuar, pra siç janë pedagogët, duke vazhduar tek njerëzit që të kanë dhënë dorën e parë që ti të ngjitesh në skenë, duke vazhduar te njerëzit që të kanë dhënë mundësinë e dytë, mundësinë e tretë, mundësinë e katërt. Pastaj duke vazhduar tek një njerëz që të ka dhënë mundësinë e parë për të futur në teatrin kombëtar, për të bërë një shfaqje në teatrin kombëtar. Pastaj i dyti që të ka dhënë një shfaqje përsëri në teatrin kombëtar. Pastaj tek njeriu i cili të ka punësuar në teatrin kombëtar. Dhe të gjitha këto, un jam i bindur që tek ti, tek unë, bëjnë atë mirënjohjen. Sigurisht 50 me 50 është kjo punë. Se e thash edhe më lart, nëse ty ta jep mundësinë dikush, ti duhet ta mbash, nuk të mban dot më ai. Absolutisht. Dora mund të jepet, po je ti ai. Po sigurisht, regjizori thotë, ja sheshi jam i Dani, ja dhe Mucho Kapedani është ajo. Kapedani, tamam. Ja dhe domethënë hidhu të shoh çfarë do bësh. Nuk të bën dot dikush me zor. Po, është e vërtetë. Por bashkëpunimi dhe lidhja që ndron midis dy njerëzve, midis teje, vetes tënde, që ti do bësh atë që thot regjizori, po si do ta çosh më tutje, se nëse regjizori thot shko deri këtu, deri aty, mund të shkosh ti. Nuk ka një problem. Por ti si aktor çfarë ke sjell? Pra, ai thot nga këtu do shkosh deri atje. Zgjidh mënyrën ti se si do shkosh. Ti ka përzesh këto limite. Po sigurisht. Ti ka përzesh, të kalosh mbi to. Siç po thoja, është ndar 50 me 50. Pra, mirënjohja për ata njerëz që ma kanë dhënë atë këshillën dhe mirënjohja ndaj vetes që unë kam çuar më tej këshillën nëse e kam zbatuar shumë mirë. Pse rrjedhoj e punës që unë kam bërë, që unë kam zbatuar një kërkesë mirë, s'po them shumë mirë tani. Po, mirë. Dhe mendoj që kjo do ishte letra dashurisë, nuk do doja t'i fusja më shumë, mendoj që nuanca të tjera, sepse mendon që nuk ka nevojë? Jo, nuk ka nevojë. Dashuria nuk të vjen fare këtu në këtë mes? Dashuria për profesionin po flas. Po jo vetëm. Po nuk është se unë shikoj. Nuk ke një musti? Përveç asaj nënës biologjike, po themi, mamit tënd në shtëpi. Mendoj që sigurisht ka dhe një nën tjetër, le ta konsideroj muzën tënde biologjike
teatrin, rolet që merr përsipër. Unë muza mund të kem 100 e sa, por nuk janë femra. Po çfarë janë ato? Mund të jenë shumë njerëz me të cilët unë ndaj jetën Është time. universale. Një në këto. Po sigurisht në 100 mund të jetë një, mund të jetë. Filluar? Po sigurisht, patjetër që Sa po. vlen dashuria për ty? Sa e konsideron ti? Çfarë është dashuria për ty? Shiko, duhet ta ndajmë. Do të thënë unë ndaj profesionin me dashuri. Do të thënë dashuria mua mund të më hyj në punë për profesionin 1-2 orësh. Po unë nëse jam duke bërë një sken shumë të rënd me dikë dhe jam duke vrarë, nuk më dashuria ka ikur. Mund të jetë muzë, më kupton? Mund të jetë muzë për të më ngarkuar, për të më futur në atë emocionin e skenës, në qoftë se skena do të jetë e tillë, po, do të thënë janë të ndryshme, unë i konsideroj të ndryshme. Pavarësisht se mua më ndihmojnë sigurisht për të sjellë në memorie, se është një proces që e bëjnë aktorët. Dhe procesi mund të jetë ndryshëm për secilin. Po patjetër dashuria është një copëz e punës time. Donald ti ke thënë që çmimet nuk të hapin dyer. Kush të hap dyer? Çfarë të hap dyer? Dyer të hap puna. Jo çmimet, apo çmimet? Pse? Po, domethënë, shiko, unë nëse e kam thënë këtë, e kam thënë duke bazuar këtu tek ne. Po flet për tregun shqiptar. Po pra, tregun shqiptar. Domethënë nuk është se çmimet këtu ne kanë shumë vlerë. Dhe unë nuk mendoj që njeriu duhet të vrapojë mbas çmimeve. Sepse e tillë është ndërtuar. Aktori mendojnë që duhet të vrapojë mbas publikut. Nëse publiku ty të duart roket, edhe kjo ka ato relevancat e veta, se çdo gjë është relative, nuk ka diçka absolute. Por nëse ty publiku të pëlqen të duart roket, mendoj që e ke marrë çmimin në fund të shfaqjes. Çmimi është një gjë që ty t'jepet, sepse nuk është siç është jashtë shtetit që nëse ti merr një çmim, të afrohen 10 producent. E thonë do vishte filmi im, do vishte shfaqja ime teatri. Ne kuptoj. Këtu ndaj ne nuk ndodh, prandaj e kam thënë këtë. Por sigurisht edhe jashtë shtetit nuk më merr mendje që dikush niset për të bërë një film se do marrë një çmim. Do të thënë ne nuk duhet ta kemi, nuk duhet të jetë parsore kjo që unë do bëj këtë rolin tani se do marr çmim, se do shkojmë festival me këtë rolin. Ti duhet ta ndërtosh atë gjë, se ti e ke të bardh, do të thënë për ty është i bardh ai roli. Ti akoma s'e ke ndërtuar, mendon se si do shkosh në festival të marrësh çmim. Po. Në këtë aspekt e kam. Po, patjetër edhe në realitetin që jetojmë, se ne nuk jetojmë në hënë. Jetojmë në Shqipëri dhe dimë se si funksionon. Por sigurisht, thash edhe një herë, mua nuk më interesojnë çmimet, mua më intereson çfarë mendon publiku, çfarë mendojnë regjisorët me të cilët unë punoj, nëse regjisori im është i kënaqur me punën që unë bëj, për mua ka marrë fund. Si në film, si në teatr. Po. Mua rrjedhimisht e logjikisht më vjen një pyetje dhe nuk e di a do jesh dakord apo jo me këtë, se ti the nuk më intereson, po s'dia do të interesoj. Po ti pyetje. Pas ti çmimi mes trofeut moral e kështu me radhë që i merr ato meritat e një djali që ja dola më në fund. Paraja, sa vlerë ka për ty? Çfarë është për ty? Si e konsideron ti atë mbas ti momenti? Çfarë është gjëja që të shkon në mend më një herë? Paraja, çfarë roli luan? Luan rolin e jetesës. Nuk kam përshtypjen, nuk luan asnjë rol tjetër. Të jetesës dhe mbijetesës, sigurisht. Tekave të tua që do t'i plotësosh vetes tënde sepse fitove këtë trofeun dhe në fund e meriton një palë udhëtime. Tekat edhe dëshirat edhe mundësi që ti do t'i krijosh vetes nuk kam se lidhen me çmimin. Secili ka teka, secili ka dëshirë dhe secili do të bëjë udhëtime edhe pa marrë asnjë çmim. Nuk është. Por nuk është çmimi ai që të bën ty të rendesh mbas. Dhe sinqerisht, unë nuk e shoh lekun si diçka primare, është çështje mbijetese. Domethënë, secili përpiqet që të ketë një financë të mirë, që të mbijetojë, po edhe të jetojë. Se sigurisht ne nuk jemi kal karroce që do shkosh në punë do ikësh në shtëpi, do shkosh në punë do ikësh në shtëpi. Njëri do edhe dali, do edhe të lëvizi. Po këto gjëra vijnë si pasojë e punës që ti duhet bësh. Nëse do ta identifikoje paran me një fjalë, me një frazë, me një stigmë, çfarë do ishte për ty? Çfarë roli do të luante? Çfarë do ta shuaje ti atë? Si mund t'ja vije një emërtim ti? Për te një sinonim? Nevojë do mendoj unë. Nevojë. Është nevojë, është e pashmangshme që ti. Patjetër, si jetojmë në shpellë, jetojmë në botën këtu materialiste, ku çdo gjë blihet me lek. Po jo për të plotësuar
gjëra absurde. Pra paraja është një nevojë për të plotësuar gjërat e përditshme. Dhe gjërat e përditshme janë sigurisht edhe ngrënia e darkave, udhëtimet edhe gjërat, sepse të mbushin shpirtërisht. Patjetër. E thash dhe më parë, nuk do shkosh nga shtëpia në punë dhe nga puna në shtëpi gjithkohës. E sidomos për një artist sa e rëndësishme është pjesa e përmbushjes shpirtërore. Sigurisht. Po, më thënë, nevoja mendoj që është fjala e dur, më është një nevojë. Nuk ke si ta shmangësh. Ama nuk duhet bëhet obsesion për gjëra absurde. Pra, kur thonë që ta blesh dashurinë me para, se blen dot. E bukur kjo që na risolle një herë. E kanë thënë tjerë, nuk është se thash shumë. Po, bravo që e risolle edhe një herë. Nuk mundesh tani dalim te kjo pjesa që edhe nëse ke para nuk blen dot. Se nuk e blen dot. Po e blen sigurisht, në kohët e sotme e blen, po brenda teje çfarë ndodh? Ose brenda atij që asaj që e ke bler ose atij që e ke bler. E ble kështu në mënyrë sipërfaqësore. Por në brendësi nuk është materialiste, pra sigurisht tek ajo dalim tek unë shikoj Donald që ti nuk je një njeri materialist, më shumë se sa je shpirtëror edhe. More lekët më duhen mua. Po na duhen gjithë more. Ko nuk bëjmë 2-3 punë, po. Edhe duam bëjmë të katërtën, sigurisht, po. Varet mundësit sigurisht. Por mendoj që se tishte, ta them këtë. Se tishte ta kisha rrogën unë në teatr 10.000 euro. Ma të lumgoja inshallah. S'do bëja as si punë tjetër. S'do detyrohesh ta thonë bëja një punë tjetër. Por ka dhe gjën tjetër që nëse ti e ke 10.000 euro rrogën, ti kërkon gjëra edhe më shumë. Po. Edhe më shumë. Jemi egoistë edhe më shumë. Sigurisht është egoiste. Shiko, vajza sot ta shikojnë portofolin apo nuk ka shkuar si thua deri aty. Thash vetëm për veten. Vetes tënde. Jo, vetes. Nëse unë shiko, po, nëse unë kam 10.000 euro aty, duhet bëj një udhtim që kushton 5.000 euro. Po. Dhe në këtë moment i them vetes, ta kap dhe një punë tjetër? Ta bëj dhe një punë tjetër? Pra e kisha tek ajo, domethënë që asnjëherë nuk jemi të kënaqur. Njeriu nuk është qenie egoiste. Është vërtet. Por nuk portofolin e kisha. Po, portofolin e kisha. Të ka ndodhur që të në tavolinë diskutim me sipër, në njohje sipër, në një vajzë të shikoj në kuptim të figurshëm portofolin, të pyesi në një mënyrë shumë delikate që ku punon, si punon, sa të ardhura mund të vinë tek portofoli jot, të bëj një lloj rezumeje vlerësimi kështu? Jo, s'më ka ndodhur asnjëherë. Kanë qenë artistë këto? Jo. S'ka pasur artiste, por shiko, ndoshta e kam parë që un jam kështu njëri i thjesht. Domethënë, sot është shumë e lexueshme. Domethënë, se ne na pëlqen ta shesim veten. Sot është shumë e lexueshme gjëja që ti ke para ose s'ke para. Ka dhe njerëz që nuk mund të kenë miliona dhe se tregojnë. Po ne na pëlqen shumë ne shqiptarëve ta tregojmë edhe nëse do kishim parë diçka kështu tek unë, besoj do më kishin pyetur, por nuk e kanë parë. Dhe jo, nuk më ka ndodhur asnjëherë. Do ta flisoj veten. Se edhe nëse do më ndodhte, çfarë do i thoja? Unë s'kam lek, do i thoja. S'kam. Okej, në këtë figurativisht, në këtë gjendje mjerane aktoreske po themi, ose i zëres jemi futur në rol tani. Ti ku do ta kategorizoje veten tënde? Ku do ta ndije më shumë veten tënde? Te një Donald që ndjen me shpirt apo te një Donald që bën disa llogari në fund që kjo është partnerja jetës time dhe për këtë arsye si virtyte mua më vyn kjo sepse më përmbush disa kritere që i duhet rrugëtimit. Ti dashuron me mendje apo me zemër? Si dashuron? Njeriu rritet e piqet. Do të thënë ajo, po ka menduar këto kohë të fundit që duhet të shohë pak edhe me mendje njeriu. Do të thënë duhet të ketë një të bësh pak kalkulator. Të bësh pak kalkulator, të ketë një balancë, sigurisht, sepse jeta është bërë e vështirë. Do të thënë jeta të çon drejt kësaj. Nuk jemi në kohën e komunizmit që ti merrje një grua dhe do ta fuzje në shtëpi, do jetoni të gjithë bashkë, sa ka haje ti do hante edhe ajo. Sot ndryshon. Sot ka ndryshuar gjëja, sot ndryshon jetesa. Ne të gjithë, nuk kam pse ti bëj rezume jetesës në Shqipëri, jetesës në Tiranë, sot çdo gjë vazhdon të shtrentohet, sepse jeta kështu është, domethënë bota kështu po ecën, nuk është vetëm Shqipëria që e ka këtë. Dhe sigurisht që jam bërë kalkulator, domethënë ti mendon kush do jetë partnerja ime. Çfarë shkollimi ka ajo? Çfarë mundësish janë dhënë asaj? Çfarë punë bën ajo? Çfarë punë mund të bëjë? Po dhe nuk është gabim. A është ajo? Po sigurisht. A është ajo? Do jetë nëna e fëmijëve të tu nesër. Patjetër. A është ajo një njeri që mund të rrijë krah meje?
Se të them drejt, ma merr mendje që nuk ka njeri që do ta mbaj gruan e tij me bukë. Patjetër. Edhe mos bëj asgjë gruaja. Unë dua dikë që të jetë i barabartë me mua. Nuk jetojmë më në atë kohë. Dua dikë që të jetë i barabartë me mua. Të jetë i barabartë. Dalim për darkë, po paguaj, mund ta paguash ti darkën, s'ka një problem. Ti je i hapur. Je edhe për ti darka ti paguaj edhe partnerja në këtë rast. Patjetër, s'ka asnjë gjë. Ndjesh i vlerësuar. Shumë perëndimor. Patjetër. Po. Mendon se ka ardhur Sinqerisht që në Shqipërinë tonë të dashur vajzat të mos shikojnë më shtrëmbër me bish të syri që darkën. Tani mua kush e di sa do më shajnë për këtë që thash, sigurisht. Se dalin njerëz që os paguan ti, se paguaj unë. Ose ka dhe goca që thonë, unë të paguaj një date me jo në një date, se mund të jemi edhe Se më fal, a paguhemi njëjtë? Shikoj. Hajde paguajmë njëjtë tani faturën. Nuk kështu e mendoj. Ndajmë, në një date është tjetër gjë, por në një Po pra, e korrigjova vetveten, po. Ashtu të konsoliduar. Datein e parë ta paguaj. Okej, vetëm të parin? Edhe të dytin. Okej. Po më thej për shembull, ata paguaj unë? Mirë, paguaj, s'ka ne problem. Okej. Ti paguaj unë sot? Po Mirë, po paguaj. portofola ajo çupa. Nëse s'ka lekë, nuk thot ta paguaj unë. Pastaj na bën provokim, pse si jemi e bën për provokim, pse nëse s'ka lekë. Ne nuk jemi në hetuesi. Nëse ajo thot ta paguaj unë, do të thënë ajo e ka marrë përsipër që i ka lekët. Nëse ajo thot ta paguaj unë dhe nuk ka lekë, kjo po bën provokim dhe kjo bëhet në datein e parë. Po është provokim kot. Se s'ka ne vlerë për mua. E kuptoj. Nëse do të problem pyesja, paguaj vajza në fund të ditës. Nëse do të pyesja cila është arma jote më e fuqishme në aktrim, që të ka ndihmuar, të ka katapultuar, të ka hedhur më tej, mendon se ke pikë të fortë. Çdo kush e ka një. Cila është e jotja? Qetësia. Edhe serioziteti me të cilën e marr punën që bëj. Serioziteti me të cilën i përkushtohem, qetësia dhe sigurisht ajo intuita që un kam për ta njohur skenën. Domethënë mendoj që një aktor i mirë nëse e hedh diku, ai di se si të përshtatet, di se si të lëvizi. Kjo mendoj që është aftësia ime, po. E njeh habitatin. Po, e njeh, domethënë dhe nuk është se rrisi ç'të bëjmë tani, jam këtu, po mirë, ku shkoj? Sepse shiko, marrëdhënia regjisor-aktor është shumë e rëndësishme. Të vërtet regjisori thotë shko këtu, po çështja është ku shkon ti më tej. E thash edhe më lart që mos bëhem përsëritës. Ku shkon ti më tej? Dhe unë mendoj që këtë kam, në serioziteti, sigurisht kjo ka ardhur me kalimin e kohës, se unë nuk jam bërë me eksperiencë, po. Aq eksperiencë un kam, se nuk po themi se ku e gjen veten te drama te komedia më shumë? Nuk më pëlqen ti ndaj. Të dyja domethënë. Apo një aktor i mirë duhet i ketë me patjetër këto të dyja. Nuk jam me këto shprehje. Nuk je radikal. Jo, por unë mendoj që të dyja bëhen. Po mua kur kam pasur më i ri në shkollë, për shembull, më pëlqenin dramat shumë. Edhe vazhdoj të besoj te dramat, që më pëlqen ta bëj publikun të qaj. Po publiku shqiptar ka pëlqen më shumë. Domethënë kur e shikon aty në teatr, se teatri këtë ka të bukur është që ti e shikon publikun, e ndjen e ke aty syrin e publikut, duart tërhiqet dhe të gjitha. Ndryshe nga media, ndryshe nga teleshikuesit tanë. Teatri është art i gjallë. Absolutisht. Domethënë teatri nuk e zëvendëson gjë. Nuk ka për të zëvendësuar publikun aty, shumë e prekshme, shumë e ndjerë, shumë e gjallë, shumë e vërtet. Je aty, ti jep shpirtin tënd. Por edhe për sa i përket publikut, nuk dua ta ndaj drastikisht, pra që publiku pëlqen vetëm komedi. Ose pëlqen. Ka publik për shembull që në një dramë, nëse thuhet një batutë komike qesh. Kjo ndodh. Po nuk po them që ai publik pëlqen vetëm komedinë. Ose ai publik ndoshta është më i predispozuar që të vi dhe të ndjekë komedi. Ka edhe njerëz patjetër që ndjekin shumë drama dhe lotojnë gjatë shfaqjeve. Patjetër. Domethënë është 50-50, domethënë jo se kam unë një dëshirë që të jem diplomat. Nuk dua të jem diplomat në këtë. Pse pa filtra jemi. Po është e vërtet kjo që them. Ka njerëz të tillë që pëlqejnë komedinë dhe s'ka asgjë të keqe. Çfarë mendon për shembull? Para se të bësh një skenë që duhet të qash. Çfarë mendon ti? Edhe atë ka ndodhur që të mos u dalin lotët. Mos ta them. Ajo është sekrete apo? Është punë e imja. Punë e jote, ja, sekret profesional do të quaja. Nuk është në po më pëlqen ta mbaj. Domethënë, shiko, një rast konkret, gjatë shfaqjes drejtësinë në Nuremberg, cilën ne e patëm rreth një muaj, mos gaboj tani, se e kam humbur sensin e ditëve nga puna, e pa ndalur. Un kam pas një rol shumë të vështirë. Do të thënë flitet dram ishte. Po drejtësia në Nuremberg është gjyqi i Nurembergut që bëhet për
pjesën e drejtësisë. Pra gjykohet ish ministër drejtësie, gjykohet një gjyqtar, një prokuror dhe janë amerikanët që kanë ardhur për të gjykuar popullin gjerman dhe avokati, prokurori, është një gjyq që ndodhet aty. Dhe unë kam pasur personazhe një dëshmitari që vinte dhe dëshmonte për torturat që ishin bërë nga gjermanët. Dhe ishte një djalë që e kishin sterilizuar në moshë më të re dhe sterilizimi kishin ndodhur të meta mendor. Dhe procesi im, unë kisha një skenë po e kisha shumë të rëndë, sepse prindit e kishin vdekur, e akuzojnë që është me të meta, e akuzojnë dhe nënën e tij që është me të meta, ai nuk e pranon, nxjerr fotografinë e nënës etj. Dhe procesi përpara se unë të futesha në skenë, e zëm, nëse shfaqja fillonte në orën 8, unë dilja nga ora 8:30 në skenë. Do të thënë nga ora 8 deri në ose më herët, nga ora 7:30 po them. Deri në orën 8:30 unë kisha një orë përgatitje që merresha me veten time. Si merresh me veten? Nuk e them si merresh. Po thjesht, do të thënë procesi im bëjmë i thellë jam shumë për të bërë gati për atë skenë. Sepse nuk ishte një skenë që ty të ndodhte aty për aty gjëja. Do të thënë ti ishe. Pra është kjo pjesa që ju thoni që futemi në rol, a? Po, futesh në rol. Do të thënë futesh në personazh. Para përgatitesh për personazhin dhe mbrapa skene, do të thënë publiku nuk e shikon, po mbrapa skene ka pasur një goxha hapësirë bosh, sepse shfaqja ishte e distancuar më nga publiku, ishte më tek publiku. Aty bënin ecejake gjithë aktorët, ishte si bulevard. Me televiznin, dhe secili me rolin e tij. Po mua më hante një orë kohë ajo përgatitja. Për të ardhur te personazhi. E bukur. Do të thënë më shumë vuaja në atë një orë se sa vuaja në gjysmë ore që mund isha në skenë. Kjo ka qenë. Qartë, po. Dhe në këtë na mbërtheve mbas kësaj drame. Ishte i bukur shpjegimi. Është më shumë tragjedi ndonjëherë se situata pas ka precipituar shumë rëndë dhe Dram, ishte po dramë fort. Nuk ndodhte tragjedi, nuk vdiste dikush, po dram kishte. Okej, më keq akoma. Domethënë kur vdes dikush, lirohesh, po e vërtetë është. Shqetësohesh nëse kjo është vojtje janë ndjesit forta. Po, më di më akoma. Nëse jemi qëndrojmë akoma këtu në teatr dhe në shfaqje në skenë, nëse do të fikeshin dritat e teatrit, edhe do të ndizë vetëm një projektor në një shesh pushimi të tillë, në skenë po themi, cilin njeri do të doje të shikoje ta kisha aty. Në gjithë rrugë tim jetësor, pa të ndërhyrë, pa të ndikuar fare. Po. Gjithë njerëzit që kanë ndikuar në jetën time. Ti ke lexuar diçka për mua, po. Tani mos na kthe kështu. Mos na bëj retorika, tani na kthe. Po sigurisht, shiko. Dhe jam shumë e interesuar, domethënë në gjithë këtë vorbull të jashtëzakonshme personazhesh që çfarë personazhi do doja të shikoja? Jo personazh, pa përfshi personazhe. Sytë një personi po thua. Absolutisht. Unë e bëra pyetjen time dhe është kjo. Okej. Cili njeri do të doje ta shikoje te ky shesh pushimi? Po sigurisht, shiko, se nuk dua të. Patjetër do doja të shikoja njeriu që mua nuk më shikon dot më sot, që është babai im. Okej. Në skenë patjetër. Se këtu do jetë dilje, dia. Okej, tani. Sigurisht, patjetër, shiko, babai im nuk jeton më dhe sigurisht që do doja që të më shikonte në skenë. Edhe ndoshta përtej, se thash janë gjithë njerëzit që mua më kanë ndikuar, po ndoshta më i rëndësishmi mund të jetë ai, patjetër. Po, çfarë mund t'i thoshe se ke folur kaq shumë personazhe, çfarë mund të ishte diçka një takim, po themi shpirtëror me atë në skenë? Po shiko, përtej asaj fjalës klasike që është mungesa, sigurisht që ti duke u rritur, sepse në fillim nuk e kupton kur ndodhin gjërat. Duke u rritur ti e kupton që do doje ta kishe pranë. Unë mendoj që kur rritet një djalë, po flasë për vete, po patjetër edhe vajzat, më shumë nevojë kanë për prindrit e tyre kur rriten. Sepse kur janë të vegjël, janë atë amullin që s'din ç'a bëjnë, duan të gjejnë veten, dhe në momentin që ti arrin ta gjesh veten, arrin të bëhesh me këmbë në tokë, ti jesh me këmbë në tokë, të kesh një rrugtim tëndin, të ndihmon ose do doje ta kishe pranë për të dhënë një këshill, për të kaluar diçka, për të kaluar një kohë me të. Dhe unë kështu e konceptoj. Domethënë këtë do doja t'i thoja nëse do ta kisha në skenë për shkak.
do doja që mbas dite të pija një kafe me të për shembull. Dhe ta njihja më shumë, sepse kthehem prapë te ajo. Mendoj që fëmijët sot nuk arrin të njohin shumë mirë prindit e tyre për shkak sepse janë në atë gjetjen e vetes. Dhe unë këtë mendoj që doja t'i thoja. Doja të njihja më shumë edhe të ndani më shumë momente bashkë, sigurisht. Kjo do ishte. Unë mendoj që artistët e kanë shpirtin shumë të madh, shumë të bukur, por në të njëjtën kohë mendoj që janë dhe pak narcisist. Sa i gjendur ti afër narcistëve? Sigurisht, shiko, është nuk i shmangesh dot. Nuk i shmangesh dot. Madje ti ke thënë që artistët xhelozojnë duart trokitjet e njëri tjetrit. Nuk kam thënë ashtu. A s'ke thënë kështu? Është gabim titulli, gabim fjalie. Po pse ndodh? Ndodh, edhe kjo që po themi. Ndodh patjetër, sigurisht ndodh. Po unë do ta shpjegoj se si e kam thënë. Narcist patjetër që nuk i shmangesh dot, sepse nëse ti je narcist, kjo të është bër nga publiku. Pra, domethënë ti e ndjen që publiku të do, ti e ndjen që publiku të përkrah, dhe ti thua, "Ore, prit se më sheh veten kështu", i thua që kam i bukur, e kupton? Por zotësia është sa ti i shmangesh kësaj gjëje. Kjo është zotësia e një njeriu. Edhe specifikisht e një njeriu që bën teatr, bën art. Se s'po flasim vetëm edhe piktorët edhe. Kjo është zotësia se si ti arrin ta bësh dallimin. Pra nëse publiku ty, dhe unë mendoj që kam gjetur pak ta bëj dallimin. I ke hetuar, i ke parë, i ke spikatur. Jo, e kam te vetja ime. Domethënë unë nuk kam, domethënë mbaron shfaqja dhe unë kam një zbrastir kur mbaron shfaqja për shembull. Energjia. Gjithë aktorët e kanë. Ke një zbrastir. Po, patjetër. Patjetër, është nuk i asnjë aktori nuk rri pa i ndodhur kjo gjë. Nuk duhet të jetë satisfaksion. Jo, sepse ta them pse. Sepse për 2 orë shfaqja lind edhe vdes. Okej. Domethënë shfaqja fillon pa asnjë publik, ka 400 veta në skenë dhe pastaj boshatiset. Edhe ti ngarkohesh, ti si aktor ngarkohesh, bën atë rolin dhe pastaj vdes ai roli sot, se nesër do ngjallet prap. Po sot vdes. Dhe ti je i zhveshur komplet, domethënë gjithë adrenalinin që ke pasur, ti e ke derdhur aty në skenë. Ja ke dhuruar publikut, ja ke dhuruar personazhit, kolegëve, shfaqjes, regjisorit, gjithë komponentëve që e bën një shfaqje. Dhe ti ndjen një zbrastir. E thua, po mirë, e bëra këtë unë tani. Po pastaj. Ju ndodh gjithëve kjo. Po, jam i sigurt që po. Pyet çdo aktori ndodh. Po pastaj është pyetja. Okej, ja e bëra këtë. Sigurisht ti kënaqësim patjetër e ke. Po pastaj, okej, ja e bëra këtë, unë jam i njëjtë si gjithë njerëzit. Dhe kjo është mendoja e Chelsea që ti thuaj që pse duhet ekzistojë narcizmi. Kush jam unë? Kush jam unë në ndryshim nga ti ose nga ti? Dhe ti bën një emision, punoni për televizion, keni punuar për televizion. Çka ka mund të veçantë? Qelli është i madh, yjet shkëlqejnë gjithë, ka vënë për gjithë. Është gjë tjetër çfarë ndjej unë, se ju se kuptoni dot. Pas unë se kuptoj çfarë ndjeni ju kur jeni në punë. Por qelli është i madh patjetër dhe kush jam unë që duhet bëhem narcist dhe të them që më shikoni mua se unë jam ai që bëra atë rolin që derdha ato lotët. Unë jam i njëjtë me publikun që më pa. Në orën 10 të darkës mbaron shfaqja. Unë do i flet prapë te shtëpia ime, do i ta blej prapë bukën aty ku e blej, do bëj pazar aty ku e bëj pazarin dhe kaq. Prapë te perimet, prapë te frutat. Punë bëj jetën që procesi patjetër që mua më kënaq edhe më pasuron. Ora më pasurohem edhe duke parë një koncert. Më para disa ditësh pash një koncert në opera edhe jam drithëruar gjithkohë se kam thënë sa mirë që vazhdojmë të kemi koncerte të tilla. Dhe patjetër i them dhe vetes sa i lumtur jam që bëj këtë profesion, sepse njerëzit e tjerë s'ma kuptojnë. Sigurisht unë ja them vetes këtë. Po patjetër nuk kam të drejtë të them që unë jam më i miri. Më kupton, kjo është. Dhe pyetja ime përmbyllse nga ana ime është: a janë të gjithë njerëzit të lumtur si ty, në thonjza të lumtur? Dhe se ti ke fatin e madh të bësh profesionin që do, edhe përveç kësaj ti e përmbush veten tënde shpirtërisht, dhe ato hapësirat boshe ti i përmbush gjatë gjithë kohës dhe bën ato në fund fare që don. Tani lumturia është relative dhe ka
ka përgjigje nga mënyra të ndryshme, nga njerëz të ndryshëm. Se të gjithë nuk janë kaq të lumtur, po themi, po të marr ty në këtë rast, sa ty po them. Tani po flasim për të gjithë njerëzit, jo vetëm për të gjithë njerëzit, po. Nuk di të t'jap një formulë pse nuk janë të lumtur, po është ai zinxhiri që ata faktorët ndikues. Disa hallka që çojnë të pse nuk janë të lumtur. Pse nuk janë të lumtur. Këtë do të rreshtojë të parën. Po shiko, që nga formimi i njeriut. Formimi. Po jo formimi, që nga kur është i vogël. Kur fillon të formohet si socializues. Po, si formohet, si kalon në familje, a ka qenë i lumtur në familje, si ka ecur në shkollë, a ka bërë atë që ka dashur, a ka marrë një profesion të cilin e ka dashur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua, se shumë njerëz mund të mos bëjnë profesionin që duan. Po. Janë të detyruar të bëjnë një profesion tjetër për qindra mijëra shkaqe. Dhe ti nuk je i lumtur në fund ditës sepse thua mos e do shkoj te ajo puna edhe do mbaroj, e kupton? Do mbaroj, ama të mbaroj e të ikin në shtëpi. Po ka disa faktor, marrëdhënia e palumtur me familje. Po. Ti nuk je i lumtur me partnerin, nuk je i lumtur me punën që bën. Po. Janë disa gjëra pse familja, profesion. Po sigurisht, jo se unë, shiko, se nuk duhet ta fus veten që unë jam njeriu më i lumtur në botë. Sigurisht, unë kam në aktorët jemi depresiv. Po dhe lumturia shka kam depresion. Po sigurisht, po. Dhe Finlanda vojnë nga depresioni. Por që prapë unë ndaj shumë jetën time nga profesioni. E ndaj shumë. Pra në momentin që ti për shembull mund të kesh një sfidë në jetën personale, nuk e hedh, nuk e katapulton këtej në profesion. Jo. Mund ta katapultoj si ndihmës për të më çuar. Si ndihmës po thua, po nuk është. Por s'ka lidhje domethënë me mua kur jam në profesion dhe kur jam në jetë. Mendoj që ndryshojnë. Sepse profesioni ti futesh në një gjë që s'është e jotja. Si e ti. Po. Dhe prandaj ne aktorët. Po, prandaj ne aktorët për ju. Kemi këtë privilegjin që futemi në lëkurën e shumë njerëzve. Dhe kur ti futesh, të vendosësh në lëkurën e personave. Shumë e bukur. Karaktereve nga më të ndryshme. Dhe se thjesht ajo doza e lumturisë që do të shërbente këtyre njerëzve që nuk e kanë këtë jo detyrimisht të lumturinë kaq të madhe. Lumturia është pak relative, është shumë koncept i gjerë. Po një dozë që mund një dozë mesazhi që ti mund t'ja përcjellje këtyre audiencës, këtyre dëgjuesve tan. Si do ja ushëroje dhe kuroje plagën? Primerni veten, të ringriheshin, të rikuperoheshin, të forconin energjitë. Për mendimin tim nuk po them tani të dëgjojnë muzikë, të shohin teatr, se ato duhet i bëjnë patjetër, po kam përshtypjen duhet të jetë pak më e thellë se ne vrasim shumë mendjen. Kemi shumë mendime. Të mbishtresuara. Po, sigurisht, pse ma bëri këtë, pse e bëri atë, pse ma bëri këtë. Në fund të ditës, sepse secili nga ne ndeshet me humbje, me gjëra, në fund të ditës ne nuk dorojmë për jetë. Pse duhet ta vrasim mendjen aq shumë, pse ma tha ai atë, pse e bëri atë, ai, pse s'ma tha mirë batutën, pse nuk ma hodhi atë firmën atje në punë, pse më shau kur unë bëra këtë gabimin. Mendoj që këtu duhet filloj. Sigurisht gjithmonë mendoj që fillon nga vetja, se ty nuk të shëron dot dikush tjetër. Veten tënde e shëron vetëm ti. Dhe unë këtë mendoj. Po thua se jemi të ashpër me veten. Po sigurisht, po. Shiko, janë dhe faktorët e jashtëm që na bëjnë që na ndikojnë, se nuk po them se ti mund të mos duash që të ndodhi kjo gjë, apo vjen ndodh. Thjesht ti mos e merr shumë afër vetes. Po. Këtë mendoj. E bukur, still e bukur. Unë mora vërtet shumë mesazhe me vlerë, e shijova shumë. Të them edhe këtë që u futa në petkun e aktorit edhe u bëra në disa, do të thonë, ju ofrova energjisë tënde të mënyrës se si interpretove dhe mesazhet që më na përcove, ishte shumë e shijuam edhe ishte një bisedë e thellë, siç janë këto biseda këtu në podcast, sepse podcastin e thash pikërisht këtë lirshmërinë dhe spontanitetin, por realisht na ka futur në gjendjen tënde. Dhe tani e kemi edhe kërkesë të nga regjisorja jon, Sara Jaupaj, që të kesh mundësinë për të interpretuar. Është e pamundur në fakt kemi këtu një aktore dhe mos na përcjell pak kështu nota të bukura, një interpretim, drejtërim dhe emocion. Këtë zgjidhje sot për ne. Me çfarë do na aq rasje? Do them thjesht një pasazh të shfaqjes fundit që po punojmë, të shfaqjes Otello.
nga William Shakespeare me regjisor Qëndrim Rianin, edhe do bëj thjesht një pasazh shumë të vogël nga personazhi Kasit. Okej, nga jemi personazhi gati. Kasit. E ndjekim. Nesër. 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 E nesërmja zvarritet me ngadal dita ditës. Gjerë në të fundin çast të kohës. Dhe çdo e djeshme ndriti edhe përcolli kopetët shmendurish në vdekje pluri. Kjo jetë nuk është veç se hije ecëse. Aktori i humbur, që vërtet e shkundet në skenë për pak kohë, edhe nuk ndihet më. Nuk është veç se prallë për i budallaj. Plot bujë, plot tërbim, që nuk ka asnjë kuptim. Wow. Kjo ishte një Shumë Eduard Trokitje, edhe realisht shumë emocionale. Edhe ne këtu duam që të bëjmë gjatë gjithë kohës në podcastin ton, dopaminën ta çojmë sa më lart, edhe juve të jeni të stakuar përpara pa filtra, se shikoj çfarë personazhesh ne zgjedhim në fund fare, plot vlera. Kështu që unë e kam shijuar, shpresoj shumë që edhe juve ju ketë ardhur emocioni njësoj sikur ne kam djerë dhe kurën time dhe shihemi shumë shpejt në personazhin. Patjetër, dhe e urojmë këtë sepse e dim që kemi shumë edhe të rinj të cilët na ndjekin, sepse patjetër që media online e ka këtë grupacion dhe janë të rinjt ata të cilët na ndjekin, na shkruajnë shumë patjetër dhe moshat e tjera, kështu që nuk mund të jemi më të lumtur dhe më krenar se sa kaq. Miq, ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, Donaldi ishte shumë kënaqësi, urojmë suksese pafund. Edhe vazhdoni na dhuroni emocione të forta. Edhe unë java shumë mirë sinqerisht, do të thënë ishte një bisedë kështu shumë e kemi shijuar. Shumë e lirë. Faleminderit për ftesën. Suksese pafund. Faleminderit edhe ju miq, mirupafshim, natën e mirë.